Gjithë edhe Mita është lojtar i ftohtë, është lojtar profesionist dhe pavarësisht se iku në Arabi, besoj që është aq i aftë sa ta ruajë ai formën fizike, sepse e kam thënë 1000 herë, po them 1000 herë një herë aty. Ne si skuadër funksionojmë vetëm kur jemi fizikisht fort dhe duke futur dhe ato kualitetet dhe aftësitë që kemi nga ana teknike edhe taktike. Pra, duke futur dhe modulin e lojës të Silvinjës, pra si skuadër, që të futemi kompakt lojë gjithë, atëherë ne na bën të suksesshëm, ndryshe nuk bëhemi të suksesshëm. Dhe po ta shohësh ka fazë, kemi pas faza të ndryshme që nuk e kemi bërë këtë që sa po fash, edhe nuk kemi pas sukses. Kur e kemi bërë, kemi pas sukses. Edhe këtë gjë presim edhe sot ta bëjmë. Thash, janë ca gjëra që nuk na përshtaten shumë për momentin, edhe Aslani, për shembull Aslani, kjo lëvizje e skuadrëve akoma nuk është stabilizuar, akoma aty ku është. Kemi Brojen e dëmtuar fizikisht, derisa s'po bën, nuk po merr as një minutë në skuadrën e vet, do të thotë që nuk është formën e vet optimale fizike. Na mungon Manaj, pavarësisht se Manaj është tip robust, tip luftaraku, lush shumë me kurriz nga porta, por është lojtar i domosdoshëm, sidomos në për karakterin e vet që ka, lojtar i fortë, kaptin derë themin edhe pra janë disa mungesa që ne na zbejnë pak atë pritshmërinë, si me thonë, te kjo ndeshje sotshme. Po, e vërtet, motivimi duke nisur nga këto element është vërtet të gjendet, megjithatë do doja të cekja edhe një element tjetër që në fakt u zbulua nga orët në vijim, do përmend mes 3 lojtarëve që të ndrojnë në tribunë edhe Hasanin. Raklli, një lojtar titullar në fakt shpeshherë për Silvinjon, sidomos kur kujtojmë eliminatorët, por që nuk është zgjedhur që të aktivizohet. Përse mendoni ju që është kjo zgjedhje? Nuk është rasti, sepse nëse e kthem mbrapa kujtesën, u bë gati qysh në kualifikueset e Europianit, që Hasani nuk është më në planet e formacionit bazë, po edhe i si zëvendësues nuk ka qenë në planet e Silvinjës. Pra nuk është rasti kjo që sot ai kalon në tribunë. Tash arsye, unë nuk di t'i them atë i di më mirë Silvinjo, por unë si sportdash ose si teknik, po themi këtu, nuk e shoh Hasanin në atë formën e vet që e kemi parë ato vite. Ato vite ku ishte në kulmin e vet, pra, që shënonte në distancë, bëte triblime, u fuste nga qendra, nuk e shoh atë shkallësi, atë freski edhe atë shpejtësi loje që kishte në atë kohë. Ndoshta kjo është dhe arsyeja. Se së fundmi pra ai e kalon në tribunë. Po ka alternativa të tjera që mendoni që nuk do ndihet, pra mungesa po theme Hasanit e të tjerëve? E thash që Hasani ka kohë që nuk është pjesë, domethënë, e boshtit të skuadrës. Si zëvendësues nga herë është fut, po shumë pak minuta. Pra, Hasani nuk është se është mungesë në këtë rast. Mungesë është Manaj. Manaj është mungesë. Broja, nëse nuk do futet nga fillimi, është mungesë sepse ka luajtur gjithë ndeshjet e fundit, pra në formacionin e ekipit tonë kombëtar.